Një operacion shpëtimi ishte zhvilluar në orët e para të mëngjesit të së premtes pasi 11 emigrantë nga vende të ndryshme të lindjes mesme kanë lëshuar sinjalin SOS pasi u rrezikuan në det të hapur. Sipas burimeve, emigrantët kërkuan ndihmë rreth 8 milje larg gruderjes së Vjosës, pasi mjeti i tyre lundrues kishte mbetur në vështirësi, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Në ndihmë të tyre kanë shkuar menjëherë me shpejtësi edhe strukturat e shpëtimit, si Delta Force, Policia Kufitare dhe Guardia e Financa, duke bërë të mundur ndërhyrje në kohë dhe shpëtimin e gjithë personave që ndodheshin në bord. Pas alarmit SOS në orët e para të mëngjesit të së premtes, ku 11 emigrantë palishëm po kalonin nga gryderdhja e Vjosës në drejtim të Italisë, kanë rrezikuar të mbyten. Menjëherë në lëvizje janë vendosur njësia Delta Force, Policia Kufitare dhe Guardia di Financa për të shkuar dhe për të ardhur në ndihmë, ku arritën që të shpëtonin 11 emigrantët nga vendet e lindjes së mesme. Por ajo çka po heton Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës bën me dije se ku është gjetur mjeti lundrues, pasi 11 emigrantët nuk kanë patur komunikim me palën shqiptare. Megjithatë, dyshimet e forta janë që gomonja është siguruar nga grup i cili ndihmon emigrantët të kalojnë në mënyrë të palishme kufirin. Në operacion morën pjesë efektiv dhe mjetet lundruese Delta Force, Policisë Kufitare, Guardia e Financa, të cilët arritën të lokalizonin gomonën dhe të nxjerrin në breg 11 emigrantët. Ata rezultojnë të jenë shtetas nga Haiti, Afganistani, Bangladeshi, Liberia dhe Pakistani. Burime bëjmë në dije se destinacioni i tyre ishte Italia. Në momentin kur nisi operacioni i shpëtimit në mjetin lundrues ndodheshin vetëm emigrantët dhe nuk është konstatuar prania e personave të tjerë. Pas shpëtimit, 11 emigrantët u transportuan fillimisht në zonën e Triportit, ku i nështruan kontrolleve mjekësore paraprake. Fatmirësisht, të gjithë ndodheshin në gjendje të mirë shëndetësore. Më pas ato u shoqëruan në Drejtorinë Vendore të Policisë Kufitare, ku do të merren në pyetje për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe itinerarin që kanë ndjekur. Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për të zbardhur të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje. Po verifikohet se ku e kanë siguruar emigrantët mjetin lundrues, nëse janë ndihmuar nga persona të tretë apo dhe nga rrjetet e trafikimit të emigrantëve, si dhe po punojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë organizuar këtë tentativë të kalimit të palishëm të kufirit drejt Italisë. Autoritetet vijojnë hetimet ndërsa pritet që dëshmitë e emigrantëve dhe veprimet e mëtejshme procedurale të hedhin edhe më shumë dritë mbi këtë rast.